Do të mbyllim çështjet e vjetra. Gati 507 milion euro detyrime tatimore dhe doganore të krijuara deri më 31 dhjetor 2014 do të fshihen me përjashtim të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Fshirje e plot e detyrimeve tatimore të papaguara që i përkasin periudhave më të hershme se 10 vite. Si për borxhet tatimore, ashtu edhe për ato doganore të krijuara nga 2015 deri në fund të 2019-s, do të falet 50% e detyrimit nëse pjesa e mbetur paguhet me një këst brenda qershorit të 2026-s. Kur ky kusht nuk realizohet, do të falet 25% e borxhit nëse pjesa e mbetur prej 75% paguhet me këste mujore deri në fund të dhjetorit 2026. Kryeministri Edi Rama thotë se edhe për borxhet e reja, ato të krijuara në 5 vitet e fundit, do të ketë lehtësi. Fshirje e gjobave dhe e kamatvonesave për periudhat 1 deri në 5 vite me kusht që të paguhet i plot tatimi, tarifa ose kontributi i të njëjtës periudhë. Veç fshirjes së detyrimeve, bizneset e mëdha do të kenë mundësi të korrigjojnë deklaratat e të ardhurave për të shtuar para që nuk i kanë deklaruar më herët. Për ndryshimet mes deklarimit të vjetër dhe atij të riut, pra të vetë korrigjuarit, do të paguhet vetëm 5% tatim mbi fitimin. Projekt ligji hartuar nga Ministria e Financave për marrëveshjen e paqes fiskale parashikon që bizneset e mëdha me të ardhura mbi 14 milion lek, që nuk janë subjekte që përfitojnë nga normat e reduktuara tatimore, do t'u jepet mundësia që të bëjnë një marrëveshje me tatimet dhe të përfitojnë lehtësi fiskale. Pra, mbi tatimin e deklaruar të një biznesi, do të shtohet një marzh 18% dhe çdo fitim që kalon pragun prej 18% do të tatohet me 5%. Praktikisht, nëse një biznes me fitim 15 milion lek këtë vit, i shtohet një marzh prej 18% ose 2.7 milion lek vitin tjetër, duke e çuar fitimin në 17.7 milion lek, që tatohet me 15%, ndërsa çdo lek mbi 17.7 milionçin tatohet me vetëm 5%. Kush e bën këtë marrëveshje me tatimet me afat një vjeçar, me mundësi 2 herë rinovimi, shpëton edhe nga kontrollet tatimore.